e quan të atë histori suksesi, rezulton të jetë historia më mafioze në historinë e një shteti. Më mafioze. Edhe njëherë dhe 1000 herë për çdo shqiptar. Strumullari i të gjithë aferës së Akshit është çifti Rama, Edi dhe Linda Rama, sepse përfituesi i qindra tenderave për të cilët janë marrur peng biznismen, për të cilët Akshi është ndruar në pishinën e peshkaqenëve, siç thot peshkaqeni Ermal Beqiri. Strumullari është Armand Frangu, është bazhanaku i Linda Ramës, është Linda Rama dhe Edi Rama. Shpreh vlerësimin tim maksimal për të gjithë gazetarët investigativ dhe jo investigativ, të cilët po zbërthejnë dosjen e Akshit, por njerëzisht ju kërkoj, mos injoroni dhe mos u tremni. Tu thoni shqiptarëve të vërtetën se Armand Frangu është krye peshkaqeni i Akshit. Se Ergys Agasi, Ermal Beqiri kanë vepruar që të gjithë në funksion dhe në bashkëpunim me Armand Frangun, se Sali Berisha në vitin 2024 ka paraqitur para publikut regjistrimin ambiental të bërë bisedës së Geron Meçes me një person tjetër që do mirëte pjesë në tendera. Dhe se në atë bisedë Geron Meçe i thot: kompania ABC është e Frangut, e bazhanakut, pavarësisht se është regjistruar në emër të Geronit. Dhe se tenderat, fitues të tenderave, natyrisht i përcakton patronazhistja Linda Rama. Çfarë ka treguar dosja? Ju lutem. Ka treguar një gjë shumë interesante. Biznismenët që donin të marrin pjesë në tendera i priste Mirlinda e Gjore Akshit, të cilën avokati Edi Rama, për të shpëtuar lindën e Surrelit, që të mos për t'ja mbyll gojën për lindën e Surrelit, e paraqet si të varfër që ka gjetë një apartament me okazion me qera, apartamenti o miqtë e mi 210 metra, një vrap kali, apartamenti i lindës që banon bashkë me djalin. 210 metra.
Dhe kjo sipas Rams, dhe apartamenti i saj, mashtrime nga hetimet. Por kur biznismen paraqiteshin te kjo, Linda e Akshit i drejton të ata tek Ermal Beqiri në hotele luksoze. Dhe Ermal Beqiri u deklaron të atyre se Akshi është një pishin peshkaqenësh. Imagjinoni ju se çfarë suksesi, Akshi suksesi Edi Rams, është një pishin peshkaqenësh, je futë një pishin peshkaqenësh, dhe tani duhet të takosh Ergys Agasin. Ergys Agasi sigurisht në çdo hap përfaqësonte Ramën dhe ishte vetëm Rama. Dhe në një rast, një shtetase shqiptaro-gjermane, e cila paraqet ofertë pikrisht në fushën ku ishte absolut Armand Frangu, në fushën e pajisjeve kompjuterike për shkollat. Dhe kjo kalon një proces kafkian, kjo zonja. Dhe në fund, për të shtuar, për të dalë nga ai proces, paguan dhe $1 milion rishfet. Kurse Rama i Akshit apo Ergys Agasi, pasi rregullonte tendrat, mirte për to minimumi €1 milion gjop. Dhe ai bëri në një vit €11 milion. Dëgjoni. Historia e suksesit të Rama, sepse parat janë Ramës, ndahen nga Rama. Përveç sa vilte Armandi që mori për inteligjencën artificiale €75 milion, dhe ajo nuk ekziston, është inteligjenca artificiale e Armand Frangut është identik me djegësin e Tiranës. As nam as nishan nuk ekziston. Nuk mjaftonin këto. Por duhej që edhe të tjerë të paguanin rishfete të majme milionshë. Pse kjo? Dhe si ka mundësi? Po. Tendrat në fushën e high-techut janë tendrat në cilën mund të spekulohet në mënyrën më të jashtëzakonshme. Në këtë fushë mund të luhet me çmimet në mënyrë të paimagjinueshme. Urdhroni. Tenderi €75 milion për përmirësimin e inteligjencës artificiale që nuk ekziston. Arben Ahmetaj ka paraqitur dokumenta zyrtare se si krye peshkaqeni Armand Frangu dhe u thëm mediave mos u tremni, por damkoseni Ramën, Lindën dhe kunatin e tyre.